Islami është fe e cila nuk kufizohet gjeografikisht dhe nuk kufizohet historikisht. Është fe e cila kanë vetvete parime gjenerale dhe universale. Dhe ato nuk kanë nevojë për modernizim. Etapat e ndryshme historike të mendimit dhe ato që ndikohen nga zhvillimi shkencor, ato kanë nevojë për etapa historike, ajo tradicionale, ajo moderne, ajo postmoderne, kurse Islami është konservativ sepse brenda vetes i ngërthen të gjitha parimet e rëndësishme dhe domosdoshme me të cilat ushqehet mendja e njerëzit në prizmën e monoteizmit që është maksima kryesore e Islamit, bërthama e kësaj feje, pastaj edhe me të gjitha disiplinat tjera që kanë të bëjnë edhe me mendjen, edhe me zemrën, edhe me trupin, edhe me individin, edhe me shoqërinë. Për këto arsye, feja islame është fe konservative, sepse ruan vlerat dhe i mbron ato në mënyrë statike, që mos të ndryshojnë në kalimin e kohës, ose mos binë në ndikimin e mendimeve të njerëzve e të pësojnë ndryshime.